Koalicioni qeverisës në Holandë u rrëzua të martën pasi Geert Wilders, lideri i ekstremit të djathtë dhe kreu i Partisë për Liri, vendosi të tërhiqte partinë e tij nga qeveria për shkak të mosmarrëveshjeve të thella mbi politikën e migracionit. Wilders, i cili doli fitues në zgjedhjet e nëntorit 2023 dhe udhëheq partinë më të madhe në parlament, kishte paralajmëruar që në fund të majit do të shkarkonte rënien e qeverisë nëse nuk zbatohej brenda disa javësh plani i tij 10 pikësh për kufizimin e imigracionit. Plani Wilpers përfshinte mbylljen e kufijve për azilkërkuesit, ndalimin e bashkimit familjar për refugjatët e njohur, mbylljen e qendrave të azilit, forcimin e kontrolleve kufitare dhe dëbimin e shtetasve dhe nënshtetësi të dyfisht që janë dënuar për vepra penale. Megjithatë, një numër ekspertësh politik dhe ligjorë cilësuan këtë si një plan të pazbatueshëm dhe të paligjshëm, ndërsa disa vlerësuan se Wilders e kishte krijuar vetë krizën me qëllim rrëzimin e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Pas bisedimesh të shkurtra dhe të tensionuara të martën në mëngjes mes 4 partive të koalicionit, Wilders deklaroi se kishte informuar kryeministrin e PVV-ja do të dërhiqej nga qeveria dhe se nuk mund të mbante më përgjegjësi për këtë kabinet. Ai theksoi se kishte hyrë në koalicion për të realizuar politikën më të ashpër për azilin dhe jo për rënimin e Holandës. Tërheqja e PVV-s, e cila i jep fund një qeverisje që në fillim ishte e brisht dhe pritet të çojë në zgjedhjet parakoshme, kishte futur vendin në një periudhë të re pa sigurie politike. Në të gjithë Evropën, forcat e ekstremit të djathtë po përjetojnë rritje, ndërsa Holanda përgatitet të presë një samit të rëndësishëm të NATO-s.